Të nderuar pranishëm, të nderuara media. Tema e presit sotit është urgjentisht është e nevojshme rritja e pagës minimale për një jetë me dinjitet. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Grupi Parlamentar i Frontit Evropian shpreh mbështetjen e plotë për kërkesat e sindikatave për rritjen e pagës minimale dhe thekson se kjo masë është më e nevojshme sociale dhe ekonomike. Sipas gjithë treguesve makroekonomik të disponueshëm, Maqedonia ka pagën minimale më të ulët në rajon, gjatë 2 viteve të fundit ka shënuar përparim më të dobët në parafrimin e të ardhurave me kostot reale të jetesës. Paga minimale në vend është vetëm 397 euro, me paralajmërim për rritje minimale në 422 euro nga marsi i vitit 2026. Shqipëria dhe Serbia kanë pagën minimale 500 euro, ndërsa në Serbi nga 1 janari 2026 ajo rritet në 550 euro. Në Maltëzi, personat me arsim të mesëm kanë pagën minimale 600 euro, kurse ata me arsim të lartë 800 euro kanë pagë minimale. Në Bosnjë, paga minimale është 511 euro, ndërsa në Kosovë nga 425 euro, paga minimale rritet në 500 euro në vitin 2026. Maqedonia e Veriut, jo vetëm që është e fundit në rajon, por çdo vit e rrit hendekun. Kjo e bën fuqinë punëtore vendase më të lirën dhe më të ekspozuara ndaj varfërisë dhe emigrimit. Sipas të dhënave të 2 viteve të fundit, inflacioni kumulativ ka arritur mbi 30%. Ushqimet janë shtrejtruar me 35 deri 45%, ndërsa energjetët me 40%. Një familje mesatare shpenzon 50 deri 60% të ardhurave vetëm për ushqim, ndërsa me pagën aktuale minimale, punëtori mund të mbuloj vetëm 62% të shportës minimale të konsumit për një familje me 4 antarë. Këto të dhëna tregojnë se paga minimale aktuale objektivisht nuk i mbulon shpenzimet bazë të jetesës, duke e kthyer atë në pagë për mbjetesë e jo për një jetë me dinjitet. Logjika ekonomike është e qartë. Paga minimale duhet të ndjek produktivitetin. Në Maqedoni, produktiviteti për punëtor është rritur me 20%, ndërsa paga minimale është rritur me më pak se 10%, edhe pas korrigjimeve inflacionare. Norma e profitabilitetit në sektorët e bazuar në punë të shumt mbetet mbi 15%, çka tregon se ka hapësirë për rritje të pagave pa kurfar rreziku apo dëmi për bizneset. Kërkimet ekonomike bashkohore dhe praktika europiane tregojnë se paga minimale kthehet menjëherë në ekonomi përveç konsumit. Sipas llogaritjeve nacionale, rritja e pagës minimale me 100 euro sjell 0.4% rritje të bruto prodhimit vendor dhe rreth 40 milion euro konsum privat shtesë në vit. Shteti po humb mijëra qytetarë të aftë për punë dhe arsyeja kryesore janë pagat e ulta. Studimet e organizatës ndërkombëtare të punës, ILO, tregojnë se rritja e moderuar e pagës minimale nuk e ul konkurreshmërinë e firmave dhe nuk e rrit papunësinë. Me rritjen e pagës minimale përmirësohen produktiviteti dhe cilësia e fuqisë punëtore. Sindikatat me të drejtë theksojnë se qeveria e mban pagën minimale ndër më të ulta në rajon. Për më tepër, në buxhetin e vitit 2026 nuk janë paraparë mjete për rritje thelbësore të pagave. BDI dhe Grupi Parlamentar i Frontit Evropian vlerëson se kjo është një padrejtësi strukturore dhe një gabim i madh ekonomik. Nuk mund të pritet ekonomi produktive me punëtorë që jetojnë në prag të varfërisë. Prandaj ne kërkojmë në 1. Paga minimale të përshtatet me kostot reale të jetesës dhe të arrijë nivelin mesatar rajonal. Të zbatohet model indeksimi që ndjek inflacionin dhe produktivitetin, si dhe në 3 të sigurohet mbështetje fiskale për kompanit mikro dhe të vogla, sipas modelit Shqipërisë për kalim të qetë drejt pagave më të larta. Dhe në 4 të ndërmerren masa aktive për të mbajtur fuqinë punëtore dhe për të zvogëluar emigrimin. Grupi Parlamentar i Frontit Evropian do të vazhdojë të angazhohet që paga minimale të rritet në mënyrë që të sigurojë jetë me dinjitet, punëtorët të mos jetojnë në varfëri dhe vendi të mos mbetet prapa të gjitha vendeve të rajonit.
397 euro nuk mjaftojnë për jetesë, ato mjaftojnë vetëm për mbjetesë. Prandaj, paga minimale, konsiderojmë se duhet jetë 600 euro për personat me arsim të mesëm dhe 800 euro për personat me arsim të lartë. Ne në kuvend do të inicojmë këto ndryshime dhe njëkohësisht i mbështesim sindikatat duke i ftuar të bashkohen kësaj iniciative për të siguruar një jetë me dinjitet.